Përshëndetje, unë jam themelues i Closer Masterclass, ku të mësoj si të zhvillosh një aftësi me të ardhur të larta, pa lënë punën, pa telefonata të ftohta dhe pa qenë i detyruar të punosh online. E jam me mua. Tani, le ta pranojmë, në internet ka shumë keq informim dhe shumë të vërteta të vështira, hard truth. Shpesh e gjen veten duke pyetur, kë mund të besoj? Shumë e bukur për të qenë e vërtetë. Sepse pa fund ka njerëz që premtojnë se do të ndihmojnë të fitosh më shumë para, të rrisësh të ardhurat, të krijosh më shumë sukses dhe më shumë liri në jetë. Por pyetja reale është kjo. Kë mund të besosh vërtet? Kështu tani unë mendova me vete e thash, pse mos të kemi thjesht një bisedë? Pse të mos ndihmojmë njerëzit? Duke i ndihmuar njerëzit do krijohet një urë bashkëpunimi. Pse mos të filloj thjesht duke shtuar vlerë? Po apo jo? Ka shumë mënyra për të fituar para online. Mund të bësh affiliate marketing, dropshipping, Amazon, Shopify, kriptovaluta, apo pasuri të paluajshme, apo day trading. Pyetja është kjo. A mund të fitosh realisht para duke i bërë këto gjëra? Sigurisht që po. Nëse ke para për të nisur, patjetër që mund ta bësh. Le të themi se do të nisësh një biznes e-commerce. Do të shesësh në Amazon apo Shopify. Çfarë të duhet? Inventar. Dhe për inventarin të duhen para. Ose do të nisësh affiliate marketing. Do të ndërtosh një blog, të bësh marketing, të duhet një website apo jo? Të duhet software, të duhet trafik. Çfarë duhet përsëri? Para. Pra të duhet para. Ose të investosh në kriptomoneda, prap të duhet para. Çfarë të duhet për të investuar? Para. Nuk ka biznes pa para. Pra, pyetja e vërtetë është kjo. Si e nis diçka nëse nuk ke shumë para në fillim? Dhe po aq e rëndësishme, si e nis nëse nuk ke shumë kohë? Ndoshta je duke punuar aktualisht, ndoshta edhe dy punë. Ose je student, gati për të diplomuar. Ose po drejton biznesin tënd, por po kërkon një burim të ri, diçka që të sjellë të ardhurë shtesë. Ose ndoshta punon në një korporat, por nuk je i lumtur. Po kërkon diçka ndryshe, po kërkon një alternativë tjetër. Në këtë video do të mësoj të njëjtin set aftësish që i kanë ndihmuar studentët e mi nga 8 vende të botës. I njëjti set aftësish i kanë ndihmuar ata të fitojnë mbi 5.000 euro në muaj. I njëjti set aftësish i kanë ndihmuar të bëhen versioni më i mirë i vetes së tyre. A tingëllon kjo shumë e bukur për të qenë e vërtet? Të siguroj që është e vërtet. Më ndiq. A ke vënë se sa zhurmë ka sot në internet? Ke kuptuar se sa shumë konkurrencë ka sot? Sot, për një kompani apo sipërmarrës mesatar, duhet jashtëzakonisht shumë përpjekje vetëm për të sjellë një klient. Atëherë, mjaftonte vetëm një website. Ndërtoje një website, vendosje online, të sillte trafik dhe ti fitoje para. Këto ditë kanë mbaruar prej kohësh. Sot kompanitë duhet të bëjnë shumë më tepër për të sjellë një klient të derë. Dhe shpesh, kur shesin produkte apo shërbime nën 200 euro, unë këto oferta i quaj low ticket. Ato nuk janë realisht fitimpruese. Ofertat low ticket ekzistojnë vetëm për një arsye. Të sjellin klientin brenda, që kompania të fillojë të ndërtojë besimeve. Të gjitha paratë e vërteta fitohen pas 200 eurove të para. Dhe këtë unë e quaj oferta high ticket. Dhe kur plas për oferta high ticket, kam parasysh oferta që mund të jenë 1.000 euro, 3.000 euro, 10.000 euro, madje edhe 25.000 euro apo 50.000 euro. Tani, sfida me ofertat high ticket është kjo. Ti nuk mund thjesht t'i hedhësh të oferta online, bësh një video reels, dërgon një email aty, çon social media dhe bum. Dikush duhet të komunikojë realisht me klientin. Dikush duhet të ndjek klientin, të bëj follow up klientin. Ta marrë në telefon, por jo në atë klasikun, por duhet të artikuloj qartë vlerën se pse duhet të investojë në atë nivel. Sepse duhet të blejnë një ofertë high ticket. Tani ti ndoshta po mendon, mirë, okay, eri, kjo tingëllon bukur, por çfarë lidhje ka kjo me mua apo me biznesin tim, apo jo?